Gjatë një bisede të tensionuar, por të drejt për drejt, mes Pembe dhe Abdullahit, ajo i kërkon atij që të jetë më tolerant me Mustafain dhe t'i afrohet më shumë atij si baba, duke lënë pas hatërmbetjet dhe konfliktet që kanë lindur nga çështjet e punës apo zgjedhjet personale. Ajo i bën të ditur Abdullahit se ndonse po pranon disa nga kushtet e tij për mirëqenien e vajzës së vogël, pret që edhe ai të tregojë të njëjtin respekt ndaj saj. Ajo i kërkon që të flasë me Mustafain për të zgjidhur tensionet e fundit dhe për të vendosur qetësinë në shtëpi. Gorkem përpiqet të afrohet me Nurseman, duke kërkuar një formë paqeje apo afrimi mes tyre. Megjithatë, Nurseman me një ton të prerë dhe të sinqert i thot Gorkemit se nuk dëshiron të ketë asnjë lloj afërsie me të, pasi prania e saj e shqetëson dhe nuk mund ta durojë më. Ky refuzim e lëndon dhe e zemëron thellë Gorkemin, e cila largohet e agravuar, duke u betuar se një ditë do t'i vijë edhe radha Nursemas, duke lënë të kuptohet se mund të ndjek veprime hakmarrëse ndaj saj në të ardhmen. Meri, duke përfituar nga momenti qetë kur vajza e vogël fle, vendos të ndihmojë punëtorët e shtëpisë për përgatitjen e mëngjesit. Gjatë punës, ajo vendos muzikë dhe bashkë me to krijon një atmosferë të gëzueshme dhe argëtuese. Pikërisht në atë çast, Nilai hyn dhe ishte duke kërcyer e duke qeshur, një skenë që nuk i pëlqen as pak dhe i duket e papërshtatshme. Megjithatë, Nilai nuk reagon menjëherë dhe situata mbulohet në çastin që paraqitet Pembe. Meri e ndërgjegjshme për rrezikun që përballoi e falenderon Nilain që nuk e kallzoi për këtë veprim, duke treguar edhe një herë përpjekjen e saj për të qenë pjesë e shtëpisë. Gorkem bën çmos të afrohet me Fatin, duke i kujtuar atij të gjitha gjërat e mira që ajo po bën për të dhe duke i kërkuar që të jetë më i sjellshëm dhe më i pranueshëm ndaj përpjekjeve të saj. Ajo përpiqet ta prekë emocionalisht, duke e ftuar në një takim surprizë që ka përgatitur me kujdes. Fati ndon se është plotësisht i bindur dhe ndjen një lloj sikleti të brendshëm, ndihet borxhli ndaj saj dhe për hir të korrektësisë i premton se do të marrë pjesë në takimin që ajo ka organizuar. Meri njofton Pembe se do të marrë Alevin e vogël për ta çuar tek shtëpia e Këvëllçëmit. Edhe pse fillimisht shfaqet indiferente, Pembe shqetësohet sapo sheh që Meri e ka veshur vajzën me rroba të holla. E shqetësuar për mirëqenien e bebes, ajo telefonon Abdullahin për ta informuar mbi situatën dhe për të ndarë shqetësimin e saj për veçmbathjen e papërshtatshme. Abdullah, duke u përpjekur ta qetësojë, i thot se nuk ka arsye për t'u shqetësuar, pasi Meri ka përvojë me rritjen e fëmijëve dhe disi të kujdeset për të voglën. Më pas i drejtohet njërit prej punëtorëve të tij, duke thënë: "Jap se desha që fëmia im të rritej pranë Pembes, sepse ajo kujdeset dhe nuk i shpëton asgjë." Kjo tregon se pavarësisht përplasjeve, ai e vlerëson thellësisht. Heves lajmëron Girain se do të kthehet vonë në darkë, gjë që e shqetëson Girain dhe pse ai përpiqet ta fshehë ndjenjën e xhelozisë. Duke kërkuar një pretekst për ta ndaluar, ai thot se babai i tij ka nevojë për kujdes dhe se ajo duhet të jetë pranë. Heves me një buzëqeshje ironike ja kthen: "Ka punëtor përreth që kujdesen për të dhe edhe Doha është aty." Me këtë ajo i jep sinjal që e ka kuptuar xhelozinë e tij të fshehur, por nuk ka ndërmend të ndalet. Meri, me qëllim për t'i qetësuar, u tregon tezës së saj somez dhe Këvëllçëm se nuk ka arsye për shqetësim, sepse Pembe po mundohet të përfshihet në kujdesin për Alevin e vogël. Ajo thekson se atmosfera në shtëpinë e Abdullahit është më e qetë dhe se vajza është mirë. Megjithatë, Këvëllçëm, edhe pse dëgjon fjalët pozitive të Merit, mbetet e vendosur. Ajo thot qartë se do të hap një padi për të fituar kujdestarinë e vajzës, duke shtuar se e di që do të jetë një rrugë e vështirë, por e ndjen si detyrim ndaj motrës dhe mbesës së saj. Gjatë rrugës, Mustafa përballet me një aksident të vogël kur një grua godet makinën e tij. E shqetësuar dhe e trazuar, gruaja i kërkon falje dhe i shpjegon se ishte e hutuar për shkak të gjendjes shëndetësore të vajzës së saj, e cila është e sëmurë. Mustafa, duke treguar mirëkuptim dhe ndjeshmëri, e qetëson atë dhe i thot se nuk ka problem. Si shenjë mbështetje, ai i jep kartvizitën e tij, duke i thënë se mund ta telefonojë në çdo kohë nëse ka nevojë për ndihmë. Heves, e shqetësuar dhe duke dashur të mbetet e fshehtë, e pyet Dohën në mënyrë të tërthortë nëse ka ndier ndonjë të përzier apo shenjë të mundshme shtatzanie. Ajo i sugjeron me kujdes që të bëjë një test shtatzanie për të qenë e sigurt. Ajo i thot se çfarë do që të ndodh, ta njoftojë e para, duke treguar gatishmëri për ta mbështetur, apo për ndonjë qëllim tjetër.
Fati i habitur dhe paksa i sikletosur shkon në vendin ku Gorkemi e pret dhe befasohet nga atmosfera intime që ajo ka krijuar në një dhomë hoteli. Ai e ndjen veten nën presion nga pritshmëritë e saj dhe i thot hapur se kishte menduar që do të darkonin në një restorant, jo në një ambient kaq personal. Reagimi i tij tregon se nuk ndihet rehat me intensitetin e situatës, ndërsa Gorkem duket e zhgënjur nga mungesa e entuziazmit të Fatit. Gorkem, me shpresën për një fillim të ri, afrohet të puth Fatin dhe i thot se mund të nisin gjithçka nga e para. Por Fati ende i lënduar i përgjigjet me ftohtësi se nuk mund të harrojë tradhtin që ajo bëri me xhaxhain e tij Omerin. I prekur thellë nga e kaluara, ai nuk arrin ta falë lehtë. Gorkemi e agravuar dhe dëshpëruar i kujton se i ka kërkuar falje dhe se vizita e saj e fundit në spital ishte vetëm për këtë arsye, për të kërkuar një mundësi tjetër. Çfarë do më shumë prej meje, i thot ajo me slotve. Por Fati i përmbushur nga mërthi dhe zhgënjimi largohet i nxehur, duke lënë Gorkemin të vetme dhe të thyer shpirtërisht në dhomë. Rastësisht, Këvëllçëm dhe Omer ndodhen duke darkuar në të njëjtin restorant. Në një moment, Omer sheh nga larg Këvëllçëmin, teksa flet ngrohtësisht me Xhemalin. Omer ndihet thellësisht i shqetësuar dhe xhelozia fillon ta përpi nga brenda. Ai nuk arrin të përqendrohet në darkën e tij, ndërsa syt i qëndrojnë ngulur tek Këvëllçëm. Gorkem, e lënduar thellë nga refuzimi i Fatit dhe e poshtëruar nga kujtimi i tradhtisë që ai përmendi, merr një telefonat të fshehtë. Nga ana tjetër të linjës, dikush e informon se aksidenti i vogël i Mustafait ka ndodhur sipas planit. Ajo buzëqesh me idhërim dhe me një zë të ftohtë të vendosur thot: "Ky ishte vetëm fillimi, do të akmerrem me të gjithë, një nga një, do të marr atë që më takon." Vendosmëria e saj për akmarrje është më e fortë se kurrë. Gjatë darkës së tyre, Doha me një ton të qetë por me emocione të përmbajtura i rrëfen Girajit se kreu një test shtatzanie dhe rezultoi negativ. Menjëherë Girai lëshoni pas thirrëm që tingëllon si një lehtësim i pavejdishëm. Doha e habitur dhe e lënduar nga reagimi i tij e pyet direkt: "Pra ti nuk doje që unë të isha shtatzan?" Girai përpiqet të justifikohet, duke thënë se ishte vetëm i befasuar dhe se nuk donte të nxirrte ndonjë përfundim të gabuar. Por Doha e zhgënjur nga sinqeriteti i tij i çastit, ngrihet lë darkën dhe largohet pa thënë asnjë fjalë, duke lënë Girain të përballet me peshën e emocioneve dhe veprimeve të tij. Xhemal përballet me Omerin me një ton të ftohtë dhe të prerë. Ai i thot: "Ti ri larg Këvëllçëmit, një martesë në letra nuk do të thot asgjë. Mos harro që unë nuk hezitoj të ndryj kur dikush cënon Këvëllçëmin." Më pas Xhemal hapur e kërcënon Omerin duke shtuar: "Do të bëj që të dëgjosh për mua dhe nuk do të pëlqej fare." Doha e mërzitur nga ftohtësia dhe mungesa e interesimit të Girait e kthen mendjen pas në kohë, duke kujtuar momentin kur i kishte treguar Fatit për shtatzaninë e saj gjatë kohës me Xhemren. E trishtuar dhe e mbushur me emocione, ajo ecën pa qëllim dhe rastësisht e gjen Fatin të ulur vetëm në një restorant buzdetit. Fati i habitur nga shfaqja e papritur e Dohës e vështron me një shikim të përzier midis habisë dhe shqetësimit.